Klubi i Rotari ka ndarë 31 bursa për student me gjendje të rënd ekonomike. Në takimin e organizuar nga ky klub, përveç që u konfirmua dhënia 31 bursave të reja për vitin e ardhshëm, u ndan mirënjohje edhe për bursdhënësit e vitit të kaluar. Kryetari i klubit Rotari, Gjemal Ferrati, tha se ky klub është duke vazhduar të ofrojë shërbime në të gjitha fushat e jetës, përfshirë këtu edhe subvencionimin e shkollimit të mututjeshëm për studentët e rinj. Fushat kryesore ku Rotari ofron shërbimet e veta janë të shumta dhe ngërthejnë thuajse në të gjitha aspektet e jetës shoqërore. Rotarianët e Kosovës promovojnë vlera të Rotarisë dhe janë duke ofruar shërbimet e tyre në programet të cilat merren me shëndetësi, arsim, ambient, ujë, programin e shkëmbimit të studentëve dhe në përkrahjen e bursave dhe të tjera. Ndërsa bursdhënësi Feriza Yasir Recep Rifati tha se do vazhdoj të dhuroj bursa për student edhe pas vdekjes së tij. Dua ta bëj publike që kjo sasi e bursave do të ikën edhe 10 vite pas vdekjes së tij. Shka janë sigurisht vetja trashëgimi e imja që janë pas vdekjes. E këtyre bursave më së shumti vlerën UAD Gazmend Vranovci, i cili vite më parë ishte përfitues i një burse të tillë, e cila ja mundsoi që t'i përfundoj studimet dhe sot të jetë një arkitekt i suksesshëm. Unë sot jam pozitë shumë atletë, në pozitën e bursdhënësit. Mirë po, nëse kthehemi 22 vite më herët, unë kam qenë në një pozitë shumë vështirë, realisht, me një dilemë, me vazhdu studimet apo me ndërprejt, me një sfidë jetësore, cilën mu ma ka zgjellë fundi bursave e zakëmentur. Studentja Albiona Beqiri, e cila është njëra ndër përfituesit e bursës së dhuruar nga Rotari, u shpreh falendëruese ndaj këtij klubi, duke thënë se fal kësaj burse, po i mundsohet të vazhdojë studimet. Faleminderit shumë për këtë bursë që na keni dhënë, këtë përkrahje financiare se me të vërtetë edhe keni qenë shtylla ime kryesore për me vazhdu shkollimin edhe motivimi kryesor për me vazhdu shkollimin. Këtë sukses ja dedikoj gjithë këtyre njerëzve që është hera e parë që po i shoh. Klubi i Rotari në Kosovë funksionon që nga viti 2006. Brenda vitit në tërë Kosovën nga ky klub dhurohen afër 150 bursa.